Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër, ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio, së bashku me të ftuarin tim, i cili është i mirënjohuri Roland Gulli, një muzikant që me veprimtarinë e tij, jo vetëm si instrumentist, por edhe si drejtuesi i aktiviteteve artistike në Shkodër, natyrisht ka sjell gjithmonë kontributin dhe çdo gjë që lidhet me cilësinë e këtyre aktiviteteve. Me mua sot në studio është zoti Roland si bashkëudhëheqës artistik i festivalit Lulebor, i cili pritet të hapë siparin pas 2 ditësh. Mirëmëngjes Roland, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën. Natyrisht është shumë interes të mësojmë për këtë veprimtari shumë jo thjesht interesante, por të veçantë, sepse sjell krijimtari të re, mobilizon forcat artistike të qytetit, por jo vetëm. Sjell interpretime të reja, tingëllime të reja, natyrisht ka veçanësitë e saj. A mund të na bëni një panoram të shkurtër para hapjes së siparit të këtij festivali? Po. Atëherë ne si çdo vit menduam të organizojmë festivalin, duke u bërë traditë më tashmë Lulebor. Patëm një ngurrim fillimisht në rastin e pandemisë, por menduam që është më mirë edhe në këto kushte ta organizojmë festivalin. Pra, ftesa e parë është dërgu kompozitorëve dhe autorëve të teksteve dhe këngëtarëve të gjithëve, afërsisht rreth prill, maj, që menduam se do ta organizojmë këtë. Sido që të vite puna, do ta organizojmë mbrapa jashtë ashtu. Dhe që në atë moment nisi puna për tërheqjen e këngëve nga sidomos nga Shkodra, por edhe jo vetëm nga Shkodra, edhe të tjerë kush ishte i interesuar, sepse tashti kanë dalë edhe këto mjetet e komunikacionit. Dhe kështu në goxha këngë, mund të them se mund të kenë ardhur më tepër se asnjëherë tjetër, ndoshta mund të kenë ndikuar edhe pandemia. Është karakteristike krijuesve, kanë punuar shumë gjatë kësaj periudhe. Pas edhe kohën edhe kushtet për me ashtu, dhe atëherë ndërtuam një komision selektues që zakonisht ne si udhëheqës artistik ja hekum vedit, nuk ja lam të barë vedit, për me gjyku dikush tjetër, dhe vim në përfundimin që kemi 20 këngë për festivalin Lulebor. I organizuam ndryshe, po ndoshta gjatë bisedesh kam me ardhur. Në fakt, po të ndalemi të krijimtaria, jam në një farë mënyrë edhe dëshmitare e një gare që kompozitorët, ata që dëshirojnë të sjellin këngë, kanë apo i pranohet kënga, si do të jetë, kush do të jetë. Pra, gjithsesi është shumë interes për të marrë pjesë në këtë festival. Patjetër, krijuesit kanë një interes të madh për me kanë pjesë të kësaj, dhe zakonisht krijuesi thotë kam bërë gjën më të bukur sepse e ka bërë vetë. Por komisioni është ai që vendos për këto 20 këngë. Dhe nihet gara, pra nihet interesi, sepse Shkodra ka forca, ka kompozitor, ka këngëtar, sepse edhe këngëtari shpesh ngacmon krijuesin se do me marrë pjesë, pra, sepse ai është produkti, këngëtari bën produktin. Pra interesi është, por nuk është vetëm për Shkodrët, ka interes edhe bile kemi disa pika të forta që nuk na kanë lënë asnjëherë pa marrë pjesë, pa pjesëmarrje. Në fakt, kjo garë natyrisht sjell në një farë mënyrë edhe një lloj standardi. Patjetër. Dhe po ti referohemi listës kompozitorëve, sepse ju e keni publikuar kohë më parë, është se shumica e këtyre pjesëmarrësve krijues janë shkodran, janë orkestrant, janë kantautor, 2 kantautor, janë drejtues muzike, pra gjithsesi është një mobilizim i qytetit për të realizuar me krijimtari një festival të tillë në vit. Dhe kjo nuk është pak,
por është edhe pak, sepse Jetmir Barbullushi vjet më pa të thënë Shkodra ka mundësi të organizojë edhe një festival të këngës së muzikës së lehtë. Bërimi i kësaj thënie është sepse edhe vetë në festival disa nga këngët i kalojnë caqet e këngës popullore ose këngës të kultivuar qytetare, po i afrohen edhe paksa dhe muzikës së lehtë. Por ne e kemi pas të tolerancë duke e ditë se vetëm një festival organizohet në Shkodër. Të ndalemi këtu tek tipet e këngës. Çfarë lloji të tipit të këngës i përshtaten më shumë këtij festivali dhe cilat janë këto këngë? Mbështeten në intonacione popullore, kanë një ritëm të kultivuar, kanë eksperimentuar, sepse vjet keni pasur edhe eksperimentime, do të thosha. Edhe si mjet vazhdon ajo logjik, ne tentojmë që të njihet aroma e qytetit. Aroma ka mënyra për mundi, në vijën melodike, në orkestracion, në tekstin e këngës, sepse ka raste kur si muzikë të duket gati si muzikë e lehtë, por në fjalë që i përmend, në tekstin që deklamon, ka njët ajo ideja e këngës qytetare shkodrane. Pra, ne tentojmë të kjo lloj logjikët, por nuk jemi të murt që mos pranojmë edhe disa dhoje tjera, përveç kësaj që anojnë të paksa të muzika e lehtë, por edhe eksperimentime. Vjetë ka një Shkodra Electronics. Si vjetë përsëri është? Përsëri është si autor, por me këngëtar, interpretues tjetër. Edhe Gembal sa vjetë ka pasur një eksperiment, ndoshta i tendencë. Tenton për me ashtu. Ajo që ne pretendojmë është që atë këngë mos ta lëmë më te Lulebora dhe te Kaçorrelat, por ta bëjmë një stat më lart. Dhe kjo vjen me punë, nuk bëhet lehtë, pra nuk mundesh me imitu një këngë të vjetër dhe ti thu unë kam bërë këngë shkodrane. Dhe jo, nuk bën kërkush më simfoninë e Beethovenit. Simfoninë e Beethovenit e ka bërë Beethoven. Pra, në botë do të ketë aq muzikantët të shquar sa mund me imitu një. Jo, ti do të vish me të rejnë duke u mbështetë ajo. Dhe kjo është ideja dhe nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, shpeshherë bim në përsëritje. Dhe po të bish në përsëritje, ti po thuj se s'ke thënë asgjë. Janë shumë evidente, ndoshta po përmendja edhe emra. Vjen Zefqova me duke u mbështet tek ato këngë, por ama duke i sjell më lart. Janë komponentët e tjerë, edhe si mjet vjen, ashtu vjen. Përsëri bukur që është në vesh edhe një orkestracion i mrekullueshëm i Shpëtim Saraqit, sepse edhe ajo ka. Ose vjen Enis Mollaj, vjen ndryshe, vjen bukur. Vjen me një 7-8 që të kujton atë Luleboren, por ama ka ardhur një stat më të lartë. Ndoshta po të nisim edhe nga trulli, edhe nga baza e muzikës shkodrane, është e tillë që të lejon të marrësh nektarin dhe ta zhvillosh pastaj, të bësh një mjalë të mirë. Patjetër. Apo jo? Baza është, sepse llojet e muzikës shkodrane janë nga më të ndryshmet. Duke fillu në kantilena, në jare, në të shpejta, në të gjalla, të gëzueshme. Pra, burimi është. Ideja është që t'i bim në kohë, por mjeshtrisht në kohë. Mjeshtrisht në kohë, se vim të ajo që ne jemi duke pa festival, po do t'na mesin diçka të nokja. Se zban, në momentin që nuk met, atëherë ti s'ke ba gja. Pra, dhe vitet e tjera e kanë tregu se kanë met këngë. I knojnë këngëtarët, e kënon Rozar Tasmaja këngën e Toni Tornapa, e kënon Laurian Edhi këngën, e kënon këngën e Enis Mollajt, Artemisa Mithi, Lufit, e kënojnë. Pra, kjo është misioni që ka festivali, që edhe të mobilizosh autorët, por edhe të
të jepsh produktin, kemi hinë në ekonomi të tregut, pra ideja është. Jo, më duket se karakteristike e këtij festivali është krijimtaria e para, Po. sepse ju keni vendosur të parët krijimtarin dhe më pas pa anashkaluar asesi të gjitha komponentet e këngës dhe interpretimin. Pra janë të mbashkangjitura, ndërkohë që në ekonominë e tregut sot kënga blihet dhe është këngëtari. Jo, krijimtaria është vlerësuar si baza e nisjes së një interpretimi. Ne vazhdojmë hala me idenë që festivali i këngës Lulebor, festivali i këngës së fëmijëve, festivali i këngës në radio televizor. Pra, ideja është që i herë është krijimtaria. Pra, komunikimi i parë është me kompozitorin, me autorin e tekstave. Pastaj vinë ato veshje që vetë kompozitori, sepse kompozitori don që këngat i dalin sa më mirë, mund ngacmohet nga këngëtari, shpeshherë ndodh, dhe është ndodh. Por ideja është që i kompozitori dhe ka herë kur na vjen këngëtari të komunikojnë, pse s'ka fitu këngën, të lutem, është kjo këngë festivali i këngës. Pra, i pari është kompozitori që unë komunikoj me te. Kënga ka disa komponentë shumë të rëndësishëm, të cilët edhe lidhen edhe me tekstin, sepse shtjellon një fabul, e cila shpesh herë përbën edhe atë ambientin, tokën nga lind kjo këngë. Dhe pa thënë ndoshta shumë, ke nënkuptuar shumë. Patjetër. Teksti është jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe duke i mbet asaj logjikës së këngës qytetare shkodrane, pra ta cekun atë. Kemi raste kur është këtë muzikë lehtë, por te këtë festival kemi edhe nuk është në imkat i madh, sepse se në një festival për 20 këngësh 5-6 anojnë të muzika lehtë. Edhe ato i japin një lloj kënaqësie, një lloj lezetit të edhe vetë festivalit. Ndërkohë që për të realizuar këngën dhe për të tingëlluar aq bukur, patjetër, me sa di unë keni aktivizuar edhe një numër orkestruesish, aranxhuesish të këngës në mënyrë që ajo të tingëlloj më mirë dhe kënga të plotësohet. Kështu që rrethi i krijimtarisë zgjerohet akoma më shumë. Patjetër, pra orkestruesi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Është ai që ti ke zgjedh copën, ke zgjedh në kokën tënde modelin, të gjitha elementet e ndërtimit të saj, po pastaj të shkosh të rroba qepsi, ai që ta ban që ta vesh edhe të duket bukur. Orkestracioni këtë motiv ka. Ne 4 vitet e para, për hir të vërtetës, ne bëmë orkestra. Dhe orkestra live ka një impakt i jashtëzakonshëm, sepse është edhe vizive, por është edhe audio. Pra, edhe shef një numër të konsiderueshëm instrumentistash që mobilizohen për me shoqënu këngën, por edhe fut edhe instrumentistat në punë. Pra, një violinist do t'i bindiku, një flautist do t'i bindiku, se për ndryshe ai s'ka pse i bjen. Pra, megjithatë, si mjet e organizuar në këtë mënyrë në kushtet e pandemisë. Pra, kishte probleme të mëdha me mobilizuar orkestrën, si do të mobilizohet, atë marret leja, distancimi etj. Përveç kësaj edhe skena. Po skena pastaj ti mirë, dakor, ti e bane të shkputur në salla, po në skenë pastaj të gjithë bashkët. Pra, ishte e pamujtëm dhe bilen unë shoh në reklamën të TV-shit që thot festivali, nuk e di se si do ta organizojnë festivalin e radios, radio televizionit i Tiranës, por megjithatë është punë e tyre. Ne përfunduam në orkestralet playback. Pra regjistrimin para prak të muzikës. Para prak në studio dhe solistat janë të gjithë live. Pa frikë. Ilir Zogën, mjeshtrin Ilir Zoga e përshëndesim, është në punë non-stop. Do t'ishte bashkë me Rolandin si bashkë udhëheqës këtij aktiviteti, por që pulson me një punë shumë intensive deri në hapjen e festivalit. Të gjithë kemi këtë, sepse deri në momentin e fundit ne na shkon mendja se diçka kanë bërë gabim dhe ta korrigjoj në studio, sepse kjo është duke qëndruar shpesh afër këtyre aktiviteteve dhe autorëve, siç jeni ju, Iliri e të tjerë, e ndjej këtë prokupim tuaj. Ndoshta shpirti i artistit është në një sinergji të jashtëzakonshme me emocionin, me krijimtarinë, me skenën, me këngëtarin,
Një gjë që Këtë manjakllëk që kemi ne për studios, këtë na ka bën studio, se në momentin kur orkestra është live, ti nuk e ke atë, e ke impenjimin ta interpretosh live. Në studio edhe ky bile edhe ato njerëz që kena për afër po lënë se s'ka ne ndryshim të madh. Punë madhe se po korrigjon diçka tjetër. Manjakllëku është në për ndryshe sepse ajo mbetet një krim të ri. Dhe ndoshta regjistrimi në studio është më eksakti. Patjetër. Më i bukur. Por më i miri është ai live. Sepse edhe një gabim i vogël është i bukur. Është i bukur. Unë më ardhi sa për më ardhi Dorina Garuzi do të më incizu një duhet përshëndes diçka dhe një këngë shkodrane e kështu dhe masi regjistroi thash tash ti ta punoj pak në ata mjetet që kemi. Ja, thot, lutem profesor, nuk do më cik fare. Ishte si e kam kënu, sepse ai gabimi që kam bë e duhet gabimin, sepse më bën më që hyn aty. Më bën më jetësore. Do të ti ma korrigjon këtë unë nuk e kam atë mjesi që do të kishe, sikur ta dallosh edhe gabimin. Kështu që ajo është ideja, live është. Megjithatë këngëtarët janë live. Patjetër, të gjithë janë live. Dhe ky është një konkurim i fortë edhe në interpretim, apo jo? Patjetër. Ka filluar edhe emocioni i kësaj punë, sepse e shohin se çështë provat, pra çdo njeri do të dalë mirë, të tjetë. Live është i bukur edhe për solistin, edhe vetëm kaq, mjafton. Ndërkohë janë këngëtar të rinj, këngëtar tashmë të njohur, si është zgjeruar ajo pjesëmarrja në këtë aktivitet? Janë nga të gjitha moshat, duke filluar nga moshat të vogla, deri te mosha të mëdha, moshat tona. Duke filluar te Mukates Çanga, Hajro Pepa, dhe Rezartas Maja, Lauriana Edhi, Nimet Leka, Adelina Qoraj, janë të reja pastaj Marina Sarreqi, s'po më kujtohen të gjithë, po janë mosha e kësaj. Pra, gamë shumë e madhe, por që janë disa emra që unë i dëgjoj për herë të parë, i keni zbuluar ju vetë, kanë ardhur, si ka ardhur pjesëmarrja? Këto janë që se meriten, ka begi merit edhe jo Qendra Kulturore e Fëmijëve. Pra, këto janë produkte edhe të festivalet kujtimit. Pra, festivalit të fëmijëve, pastaj rriten edhe janë të provuar që janë këngëtare shumë të mira dhe tregojnë një vazhdimsi mjaft të mirë. Pra janë rreth 6 këngëtar, 7 këngëtar që premtojnë që do të jenë këngëtar shumë të mirë. Shumë, pra kur them shumë të mirë, janë produkte. Nuk rrim pa evidentuar këtë fakt, sepse institucionet kur përcjellin artistë në formim dhe i formojnë ata nëpërmjet këtyre aktiviteteve, kanë sjell suksesin tek ata. E çurin në një rrugë mbas edhe të gjatë. Po se një meritë e madhe është edhe Shtëpisë Kulturës që organizojnë koncert me këngë popullore, por ama aty dalin talentet e reja të kënduarit. Dhe janë në shumicë vajza të reja që vajza e djemë të ri që pretendojnë të jenë pastaj ardhmja e këngës edhe e muzikës në shkollë. Nuk janë pak 20 këngë të reja, nuk janë pak 20 krijues, pas tyre autor tekstesh, aranxhues, këngëtar, që është figura pastaj produkti final për një vit. Por që në këtë atmosferë paraprake, mendojmë si duhet ta ndjekim festivalin. Kushtet e pandemisë na pengojnë, por jo na ndalojnë për ta ndjekur në mënyra të ndryshme. Ka dalë ky varianti jashtë. Dhe si mjet festivalin e organizojmë para teatrit, të një pjesë aty patalogu që është para se me hinë teatr, numri do të jetë shumë i kufizuar, sepse aja nuk i kalon të 120 vetë që mund të ndjekin, pra do të sajohet skena tek shkallat dhe mendojnë skenografët ato që po bajnë Adnan Kastrati është përsëri apo? Jo, është një
është një firmë që i organizon të gjitha audion, skenën, transmetimin. Në kushte të tjera. Në kushte të tjera. Adnani ishte i piketum për skenografin. Përshëndesim Adnanin. Duke i ishte i ruar piketum për skenografin për në teatr, por kështu erë në kushtet dhe thjesht vetëm duhen të lëvizin me drita për të ndriçu pjesën fasadën shumë të bukur të teatrit. Edhe mendoj se ka me dal një spektakël më tepër televiziv i bukur. Asë për 20 vjet, por njerëzit kanë mundësi edhe jashtë Kanxhellave, është e lirë, janë klubet aty, janë lulishtë aty, mund ta ndjekin edhe nga jashtë. Edhe nga ana e audios, në base do të jetë e transmetueshme dhe e ndëgjueshme për një hapësinë mjaft madhe për rreth aty teatrit. Pra, i kanë mundësit për me dash, ai që dënë me ardhë me pa festivalin, ditën e shtunë, i ka mundësit. Është një festival në konceptin e një pothuaj kompeticioni, apo ka dhe elemente të spektaklit si skenar? Pa tjetër, skenari është i Ermira Alis. Përshëndetje. Edhe Enkel Demi është që do tjetë prezentuesi, i njohrin dhe ju e zgjodhet jashtë Shkodrë? Jashtë Shkodrë. Por është një njeri që ka marrësim në Shkodër dhe ka një qerek shkodranit është edhe Enkel Demi. Ma tepër për ta bën çik për gjithë Shqipërinë, se janë elemente. Nuk ka mure arti, absolutisht. Ashtu si janë edhe autorët, si ka krijuar se Manxulali, Enis Modaj janë dhe këta janë jashtë Shkodrës para më. Kjo unë mendoj se është një ndër meritat që shtrit. Ku e merr të kemi më tepër. Ku e merr të kemi më tepër. Pra, ne duhet të lubojmë që të jenë autorë të tjerë, nga jo vetëm Shkodran. Nuk është festivalin ku e mërë të marrë një vullë kombëtare. Që e bukur. Mirë, vim këngë pas këngë, atmosfera edhe ndizet në emocione, sepse në ndryshim nga vitet e shkuara, kësaj radhe për këto kushte në të cilat ai zhvillohet dhe për shumë këngë është një sfidë e vërtet. Zhvillohet në një natë. Dhe kjo do të thotë që ka një finale tepër me emocione. E një natë, sepse kur kalon në natën e dytë, fillon diçka që bluhet brenda, më me qetësi. E kam fjalën për çmimet. Ju keni përzgjedhur një juri? Po. Dhe e kena menduar edhe këtë. Pra, juria nuk mund të vinë një natë edhe të vlerësoj. Pra, që 2 ditë përpara që sot, anëtarët e zhyrisë do të ndëgjojnë këngët, gati si me kanë nata parë, nata dytë dhe pastaj nata tretë. Pra, hinë me një mendim të pjekun për atë që kanë dëgjuar. Pra, që ditën e sotshme, anëtarët e zhyrisë, në një mund të kenë ardhur edhe më herët, sepse janë Shkodran, po që ditën e sotshme ato janë të fokusuar në të gjitha këngët për të dëgjuar dhe për të bërë një vlerësim sa më korrekt, sa më të mirë. I keni zgjedhur patjetër personalitete? Personalitete në kohë pandemijet. Pra, në qoftë se ti i thu një prej zërse të vjen, se nuk janë kohë krejt të leta. Pra, jemi mundu që afërsisht jenë Shkodran, njerëz me personalitet, njerëz që njohin, dhe po përgjithsisht janë Shkodran. Për sa vetë është përbëhet? 5 vetë. Kështu që do të ketë vota sa të duash për të marrë, secili në garën e tij. Do të ketë 3 çmime apo 3 çmime, po. Ashtu si për çdo vit. Çmimi i parë, çmimi i dytë, çmimi i tretë. Lufta është e fortë, sepse 20 këngë janë produkti i madh, nuk është i vogël. Pra, kanë atë ka herë lufta bëhet edhe në logjikën se si vinë anëtarët e zhyrisë, sepse i kemi përzgjedhur që një që anonte populloria, një që anonte moderne, din të vlerësoj.
një që janë nënte orkestralja, të instrumenti, një që janë nënte teksti, pra janë të gjithë këto, sepse këto e bëjnë zhurim. Pra jo thjesht vetëm do të gjykojnë mbi bazën e atyne binjeve që kanë ata. Dhe vlerave që sjellin. Ashtu si e mendojnë ata. Diçka që gjithmonë më mbetet dhe që kam dëshirë ta lançoj dhe ta them edhe nga pozicioni ynë. Aktivitetet natyrisht nuk janë të pakta në Shkodër, por që këto këngë, jo vetëm ata që fitojnë çmime, po edhe të tjera, sepse edhe ato janë selektuar deri në këtë finale të bukur. Sa hyn në programet e koncerteve, ose edhe me të drejtat televizive, shpesh është një farë pengese për që ata të dëgjohen shumë e më shumë. Po, këtu në këtë rast pastaj hin këngëtari. Këngëtari e ka në dorë, a e lançon përveç institucioneve, përveç radios e televizioneve e këtyre, por ama edhe vetë këngëtari sa impenjohet që ta përçojë atë këngë që ka kënu. Mirë, po zakonisht për vite tjera, orkestra live është e bukur dhe të gjitha, por produksionin fund këngëtarët tentojnë ta bëjnë nëpër studio. Pra, ka një impenjim tjetër, plus, që ti do të ish në një studio pastaj për ta bërë. Dhe këtu hin buxheti, këtu hin interesi, këtu hin të gjitha. Pra, ai që e ka këtë interes, si mjet jena në një pikë, me që është playback, gati të përgatitur. Produkt që çdo njëri prej tyre mund ta përdori nesër, mund ta marrin e përdori nesër mas nesër për një aktivitet që mund të ketë. Le të shpresojmë që tingëllimi i këtij festivali të ketë jehon në radhë të parë në jetën shpirtërore, në atë kënaqësi që sjell kënga. Kjo është, sepse muzika ndez zjarrin e shpirtit brenda njerëzve, i bën ata të ndjehen më mirë, të harrojnë shumë çka, ose ta shtojnë gëzimin e tyre apo entuziazmin. Përveç asaj që gjithmonë mban tradita, mban një garë, stacionohet në një pikë për të nisur përsëri në një stacion tjetër në vitet që vijnë. Lulebora është shumë e bukur. Ashtu siç lulja, ashtu dhe kënga fillestare, e më pas të gjitha këto aktivitete që sjellin kënaqësi, që sjellin garë, që sjellin interes. Së më bëti gjë tjetër, veç se t'ju uroj suksese. Faleminderit. Dhe kena të domosdoshme këtë festival, sepse vim mas një kohë që aktivitetet janë shumë të cunguara. Kështu që festivali mund të japë një frymëmarrje edhe muzikantëve, edhe muzikës, edhe këngëtarëve, edhe të gjithëve që merren me. Është e vërtet, por unë përsëri nga ky pozicion vërej që asgjë nuk ndalet në Shkodër, pavarësisht kushteve të përshtatura me kushtet, të gjitha aktivitetet janë organizuar, ato që kanë krijuar traditë. Dhe kjo për meritën tuaj, bashkisë si organizatore, të gjitha forcave dhe strukturave artistike e institucioneve në Shkodër. Ju falenderoj së tepërmi. Ju falenderoj, mbeteni i nderuar në të gjitha aktivitetin tuaj dhe ndoshta edhe një kredo e fuqishme që ky aktivitet së bashku me të gjithë pjesëmarrësit të shkojë shumë mirë. Vetëm sukses. Sukses e festivalit Lulebor. Faleminderit.